Nëse kryeministri me 1.700 euro mbet me 16 euro në gjysmë të muajit, imagjinajni me sa para mbet një student i cili jeton këtu. Ti që merr pagë kalimtare prej kuvendit, a mendon që shkon më mirë me dhon këtë pagë për studentat? Po, absolutisht që po. A e ke jep dhe i tash? Këto çështjet e bamirësisë nuk mendoj që duhet me dal në media dhe me treguën e këto që e jap pagën tam për dikën, për arsye që nuk është ideja jam me u shpëndru në hero, nëse bëj bamirësi, e bëj për vete, e bëj për ndjenjen e brendshme që e kam, jo për me bëj publicitet ose marketing medial. Do me thonë pe konfirmon që e ke dhon? Do me thonë, unë e konfirmoj që çështjet e bamirësisë janë çështje bamirësie që nuk do të dal publikisht me u fol për to. So i ke jep dhe i tash? Prapë po thëmë edhe pse po insiston, këto çështje nuk duhet me u diskutu për publik, për arsye që mendoj që secili njeri që don me bëj bamirësi, do me bëj për veten e tij, për mënyrën që shëndjet e jo për me bëj show mediatik. Shënjestër.net